është një ditë shumë e mërzitshme, se me 13 prillën i kom varros vetë vllazërimi. Këtu me një vend tjetër, në fshat Lagje Cakaj, i kom varros vetë, edhe në mbrëmje kom marrë prindër, e kom basë babën gjalla la, e kom marrë edhe kemi kalu në këtë pjesë e kom kalu me babën në shpinë, se baba ka qenë atërë 7 vjetë afer, edhe është era se më kujtot këtë historie. Më në gjallën së kur që i pëndosat. Kam qenë në ushtëri, këtu në të Lagja Zhark, edhe me 13 prill e kom pa që ka pas luftimet mëdha, po unë jam kënë angazhum në pjesën anena, edhe në momentin e ka fundi i ditës, një bashkë luftëtar imi, Musa Zenunë, që respektoj shumë, edhe ma banë, tha zajmë, tha do të me dalë na, tha me këshyrë se ka pas luftimin këtë pjesën kënina, tha mu interesu për familjarët e to, se ata s'ka pas komunikim të mjaftueshëm edhe dolëm gjatë rrugtimit po marrën këtë pjesë me ishmitar me atës, në gjatë rrugtimit një djalë, nëse nuk gaboj është Hisen Shora, edhe ai nuk po më njeh mua, thot Musës, Musa Zenunë, tha e keni njoftu zaimin që ju kanë vëra vllazni, edhe Musa më tha që zajmë tha vetëm një vllau ka vëra, fillimisht, gjatë rrugtimit, ana më tha po vjen keq, tha tu kanë vëra 2 vllazni, po para se me arë këto, më thanë që banoj forës të kanë vëra 3 vllazni. Ta është në atë momente, neva vitën të lehtë shpirtërisht po apet. E ditë që lufta pa gjak nuk fitohet. Jo. Shteti për derisa qeveritarët për çdo ditë diskutojnë çështjen e veteranëve të luftës, se paguën shumë, paguën pak, nuk ja vlen. Nuk ja vlen të flasë për të më. Shteti nuk interesohet as për dëshmor, as për martir. Me në keq për këtë fjallë që thamë, se unë kom kontribu shumë për këtë shtet. Unë e ku pas një onor tjetër për këtë shtet, që kjo shtet do të kujdeset shumë për të rënd, për fëmijët e dëshmorëve, për mu mos të kujdeset. Unë apet më bjetoj. Për familjet e dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, fëmijët e viktima, shtetë më kujdes fort. Kur kena fillu këtë rrugtim, na kena ditë që nuk do me thonë që mu i me pështu. Po, është kënaqësi, thashti mes shoqënive, kam veteran të luftës, kam shok të luftës, është një pjesë e mirë e asaj historie të kalume, është një pjesë që o kënë pak e pa imagjinueshme, si ushtari u qëkës, si ushtri që ne dale, mi dalë përballë një okupatori sërb që u kondën thuja se treta në Evropë për armatime, për fuqi, do në ushtarauke, po i kemi përballu dhe asajna. Na si familja na maltretu 3 herë nga regjimi sërb, na të nishnë, si familja një herë në bastisë, ne kanë marrën 3 vllaznit edhe prindin, ta në 94, në 5, njëti në rast, do më dhënë i kanë marrë në 2 vllazni edhe babun, edhe në 98-ën i kanë marrë në 3 vllaznit në stacion policisë, në Ferizaj, i kanë maltretu, edhe punëtor që kanë punu në fabrikën, në furrën e bukës, që i kemi pas aty.